Kohëve të fundit po rritën shumë divorcat. Pse po rritën? A është krizë familjare? Nga cilat janë arsyet? Po, është e vërtet që kohët e fundit për masat të divorcit në shoqërinë shqiptare kanë pësuar një eksplodim, një shpërthim të fortë, pa imagjinueshëm, duke çekuilibruar raportet midis martesës dhe divorcit, duke favorizuar këtë të fundit. Dhe kjo është kthyer në një lloj epidemie sociale, gati në një formë pandemike që ka prekur krejt shoqërinë tonë. Natyrisht nuk është fenomen nacional vetëm tek ne, është fenomen i përbotshëm, është i lidhur me tipologjinë e martesës, është i lidhur me qëndrueshmërinë e martesës, është i lidhur me shumë faktorë që ndikojnë në destruktimin e martesës në kohën e sotshme. Sidoqoftë, nëse të shikojmë para se të shikojmë shkaqet, do të ishte e mirë të theksonim që shoqëria shqiptare dikur ka qenë një shoqëri tradicionale, mbase nuk ka qenë fort e demokratizuar, por sidoqoftë institucioni i martesës dhe institucioni i divorcit kanë qenë institucione me përgjegjësi. Domethënë, edhe lidhja e martesës, edhe prishja e martesës nuk bëheshin kështu me mendje lehtësinë e sotshme. Kjo natyrisht mund të ketë shumë faktorë të determinantë, sikurse ka është korniza ideologjike e asaj shoqërie, konservatorizmi i ndërtimit të marrëdhënieve në shoqëri, përgjegjësia që kishte për lidhjen martesore, për shkak të lidhjeve midis fisëve, traditave, zakoneve të tyre. Pra kishte shumë arsye dhe në një farë mënyrë edhe shteti e disfavorizonte divorcin, sepse kryerja e një divorci nuk ishte vetëm pasoja personale, por kishte edhe pasoja sociale, madje në shumë raste ka pasur edhe indikacione edhe politike. Fakti që është rritur numri i divorceve, unë mendoj që është një tregues sintetik që duhet parë në mënyrë dikotomike. Domethënë, divorci sipas diktimit tim ka dy anë që i bashkëtojnë të sinkronizuara me njëra tjetrën. Nga njëra anë, unë jam partizan i tezës si duhet të shikojmë me shumë kujdes. Vetë nuk jam anti-divorcist, pra nuk jam kundër divorcit, përkundrazi, jam pro-divorcit në kushtet kur një martesë nuk funksionon, një martesë është një lidhje e gabuar, është një papërgjegjësi, apo që nuk lubrifikon, që nuk jep produkt. Në këtë kontekst jam partizan i tezës që divorci nga një pikpamje është shprehje e emancipimit të martesës. Dhe fakti që në kohën e sotshme, ndryshe nga 3 dekada e gjysmë përpara, kur numri i femrave që kërkonin divorc ishte jashtëzakonisht i ulët, kurse sot numri është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme, madje statistikisht janë aty, ndoshta janë edhe më shumë femra që kërkojnë divorc. Kjo flet natyrisht në radhë parë për emancipimin e femrës shqiptare të kohës së sotshme, sepse femra e sotshme nuk është më ajo femra e djeshme, e inkapsuluar në kornizat e ngurta të martesës tradicionale dhe të shoqërisë që paragjykon të divorci. E para e dyta është rritur niveli kulturor. Nuk pranojnë më femrat e sotshme që të jenë qenje të dorës së dytë, apo të jenë thjesht fabrika e riprodhimit, apo të jenë thjesht në atë rolin sekondar, për të qenë nën, bashkëshorte dhe edukatore e fëmijëve. Po, kjo, pra në këtë pikpamje është elementi pozitiv i saj, por duhet parë dhe ana tjetër që besoj që është akoma më e qëndrueshme, më me peshë sociale, sikurse është ana negative e divorcit. Shtimi i numrit të divorceve në shoqërinë e sotshme nuk është vetëm një plagë personale, pra nuk është vetëm një dramë që person çifti që prish martesën, po është një dramë me përmasa sociale, sepse ka spari, ka efekte dhe kundërefekte brenda familjes, siç është raporti midis bashkëshortëve, siç është raporti me fëmijët, raporti me prindrit, të cilat krijojnë probleme, raporti me fishët e atyre që kanë lidhur, që si thua janë komplementar të kësaj martese. Shpeshherë divorci shoqërohet me rënje në varfëri të femrave, sepse jo gjithmonë janë në marrëdhënie të punësuara, apo që të kenë të ardhurat qëndrueshme të tyre. Kështu që në këtë pikpamje divorci krijon një varg problemesh, jo vetëm të karakterit individual, por të karakterit social, dhe shpeshherë kjo divorci në shoqërinë shqiptare përveç këtyre shkaqeve, mos ka dhe pasojat, ka dhe disa elemente tjerë të karakterit formal të mënyrës se si realizohet divorci
në shoqërinë tonë, ku në shumë raste këto divorcet në shoqërinë tonë janë të dhunshme, janë rezultati i dhunës bashkëtorë, do e mos i xhelozisë si është një komponent gryes i martesës, i mungesës besnikërisë bashkëtorë, por këto pastaj kanë edhe probleme që kanë të bëjnë me raportin midis bashkëshortëve si bashkëshortë dhe bashkëshortëve si prindër, sepse divorci vërtet prish marrëdhëniet midis një çifti që janë partner martesor dhe partner seksual, dhe kjo ndarje, ky divorc do e mos prish bashkëshortësinë, por nuk duhet prish prindërinë, dhe ky është një problem i madh në shoqërinë shqiptare. Her pas here ndodh që prindrit bëjnë divorc midis tyre, por humbasin përgjegjësinë prindërore, dhe kjo her pas here sjell ekzistencën e fëmijëve pa kujdesin e duhur prindëror. Pra, në këtë kontekst unë them që ne kemi nevojë që në shoqërinë shqiptare të modernizojmë kulturën e divorcit. Divorci nuk mund të shmanget, është një drejtë e njeriut, martesa është institucion i jetës private, njerëzit e lidhin martesën dhe zgjidhin martesën në përputhje me dëshirën e tyre, sepse natyrisht në një martesë që nuk funksionon, që ka vdekur lidhja emocionale, që dy trupat nuk kanë më atraksion për njëri tjetrin dhe i kanë humbur gjitha, si thua, atë kiminë e brendshme që e mban një martesë dhe parimet e tjera sociale të ndërtimit të martesës dhe të funksionimit të saj, do e mos divorci është një dalje, është një shpëtim. Nuk mund të jetojnë njerëzit në një burg martesor, nëse martesa nuk je produkt, nëse martesa nuk lubrifikon dhe nuk sjell produkt social. Apo bëjnë lidhjet e adoleshentëve mos i përfaqësore për shkak të rrjeteve sociale? Problemi i adoleshentëve në kohën e sotshme është një nga problemet më të mëdha të jetës shoqërore. Sociologët modern thonë që adoleshentët janë hallka më e dobët në zinxhirin e jetës sociale. Dhe kjo do të thotë që adoleshentët e sotshëm kanë një varg problemesh që kanë të bëjnë me sjelljen, që kanë të bëjnë me komportimin ndaj vetes dhe ndaj njëri tjetrit. Sigurisht, kur bëjmë analizën e adoleshentëve dhe fakti që pse ata janë gjithnjë dhe më pak të shoqërueshëm, gjithnjë dhe më shumë të prirë drejt bullizmit apo drejt formave të tjera të ngacmimit ndaj njëri tjetrit, apo ndaj shumë veseve të tjera, sikurse janë ulja e moshës së fillimit të seksualitetit, apo përdorimi i zjeruar në rritje i lëndëve psikotrope, i drogës, alkoolit e të tjera, të gjitha këto flasin sepse mosha e adoleshencës është një moshë shumë delikate dhe unë mendoj që adoleshentët në gjitha rastet unë i kam konsideruar si viktima, nuk jam fajtor, sepse mosha e adoleshencës është një moshë plastike, është një moshë delikate dhe janë dy kontradiktat e mëdha që e bëjnë problematike adoleshencët. E para, ka një kontradikt që buron nga brenda tyre, që është e lidhur me biologjinë, është e lidhur me moshën, është e lidhur me seksualitetin, me pjekurinë mendore. Pra është një moshë e brisht delikate ku ndodhin disa procese kontradiktore që lidhen me mishin, me trupin, me gjakun, me shpirtin e adoleshentit. Piqet seksualisht më përpara se piqet mendërisht. E ndjen veten të fortë dhe kërkon të dëshmojë forcë, siç e dini, është periudha e aventurave. Adoleshentët janë aventurier jo në kuptimin pejorativ të termit, por në kuptimin që kërkojnë të tregojnë sovranitet, duan pavarësi, duan pushtet, fillojnë të shfaqin konfliktet, është mosha e konflikteve të zgjeruara që ekzistojnë midis adoleshentëve me prindrit në familje dhe me mësuesët në shkollë. Dhe këta, siç e dini, këto dy institucione dhe këto dy figura profesionale, sikurse është familja dhe prindrit në familje dhe mësuesët dhe shkolla, kanë probleme jashtëzakonisht të mëdha me adoleshentët për të kuptuar dhe për të mirë kuptuar me ta, për të pranuar ata ashtu sikurse janë. Ky është faktori i brendshëm i adoleshentëve që duhet kuptuar. Adoleshentët e sotshëm, unë gjithmonë e them, nuk janë adoleshentët e djeshëm, janë me materie tjetër, janë produkt i kohës, më shumë se sa janë produkt i familjes së tyre, janë produkt i sfidave që ka sjell koha e sotshme moderne. Por ka edhe një faktor të jashtëm që ka të bëjë me adoleshentët, dhe kjo ka të bëjë me rrethanat sociale. Rrethanat sociale, ulja e nivelit të ndikimit edukativ të familjes, të shkollës, të komunitetit, fakti që në një farë mënyrë edukimi i tyre ishte në spontaneitetit, ka një besim të verbër tek vetë edukimi i tyre nëpërmjet rrjeteve sociale apo mediave të tjera,
është një budallallëk që ka krijuar një vakum të madh, duke kaluar nga ajo edukata e dikurshme e rënd paternaliste e periudhës së familjes tradicionale dhe e shkollës autoritariste, në një lloj hiçi edukativ, duke i braktisur ata, duke i lënë ata pa ndikime dhe pa interferencat e tyre. Po sigurisht komunikimi me adoleshentët është i vështirë. Është i vështirë. Sociologët thonë që kur fëmia bëhet adoleshent, prindi duhet bëhet prind për së dyti. Pra, është tjetër gjë të jesh prindi një fëmije para adoleshent dhe është tjetër gjë të jesh prindi një adoleshenti ku vështirësitë për të komunikuar me të për të marrë vesh me adoleshentin bëhen jashtëzakonisht të vështira. E njëjta gjë edhe për mësuesët e shkollës, të cilët shpesh ankohen për adoleshentët duke thënë që këta adoleshentët e sotshëm janë kështu, janë ashtu, bëjnë ashtu, po, këta janë adoleshentët e sotshëm. Dhe me ta duhet të merremi ne. Këto duhen rregulluar rrethanat e jashtme. Duhen përmirësuar faktorët dhe aktorët që kanë institucionet që kanë përgjegjësi dhe këtu natyrisht pjesën e Luanit e kanë dy institucione të mëdha, të rëndësishme të sigurisë morale, sikurse është familja dhe shkolla, dhe dy figura autoritative, respektive, sikurse janë prindrit në familje dhe mësuesit në shkollë. Apo hyn të rinjt shumë herët në marrëdhënie seksuale pa pjekuri emocionale? Po, është e vërtet që në këto 3 dekada e gjysmë, po jo vetëm ne, por universalisht, po shfaqet fenomeni i uljes së moshës së fillimit të aktivitetit seksual. Kjo dukuri natyrisht është, po vjen duke u zgjeruar, studimet tregojnë që gjithnjë dhe më shumë, edhe tek ne janë bërë studime, para disa vitesh unë qepi ka bërë një sondazh dhe është vërtetuar që rreth 14% e fëmijëve të shkollave 9 vjeçare kanë pasur lidhje intime me njëri tjetrin. Nuk e di se si është rezultati tani, nuk e di, nuk ka ndonjë studim, nuk ka statistika. Veçse ka një gjë që dihet me siguri që adoleshentët e sotshëm, për shkak të pjekurisë së parakohshme seksuale, të zhvillimit të tyre të jashtëzakonshëm, po dhe të rritjes së tyre në një sfond të liberalizimit të seksualitetit, se prandaj thash që adoleshentët së pari duhet të shikojmë si viktima të realitetit dhe jo si fajtor. Në fund të fundit janë rrethana të tilla që diktojnë këtë mënyrë sjellje. Ky është habitati i ri i shoqërisë moderne dhe adoleshentët kanë krijuar një lloj habitusi, një mënyrë sjellje në përputhje me këto prerogativa, me këto imperativa të shoqërisë moderne, dhe me sa duket kjo mundjelehtësia e fillimit të aktivitetit seksual ka filluar të bëhet shumë e dukshme, madje sikurse e dini kemi pasur dhe kemi raste të shumta jo vetëm të fillimit të aktivitetit seksual, por kemi pasur shtatzani të padëshiruara apo për fat keq edhe sëmundje seksualisht të transmetueshme, sikurse për fat keq kohët e fundit është vërtetuar që kemi edhe një rritje të shfaqjes së fenomenit të SIDA-s. Jo vetëm tek adoleshentët, por edhe tek të tjerët, që është rezultat pastaj kjo i kryerjes së marrëdhënieve seksuale pa mbrojtje, pa kontracepcion, apo me partner rastësor dhe të pa dominuar. Sidoqoftë, unë mendoj që me adoleshentët edhe për këtë çështje duhet komunikuar. Duhet komunikuar sepse edhe ata janë nën presionin e fortë së pari të modeleve që imponohen, të një lloj ideje që seksualiteti i sotshëm nuk ka ndonjë rëndësi, këto tabut e dikurshme morale, sikurse ka qenë tabuja e virgjërisë apo ca tabu të tjera bashkëshoqëruese kanë rënë, e megjithatë ne duhet të kultivojmë tek adoleshentët që lidhja seksuale nuk është një lidhje thjesht, por është një lidhje së pari emocionale, pra është një lidhje që vjen prej ndjenjes së dashurisë. Po, natyrisht nuk mund të them që mosha e adoleshencës është mosha për dashuri serioze, apo është mosha që duhet të fillojnë aktivitetin seksual. Po çfarë duhet bëjmë? Sepse jemi përballë një ekuacioni, jemi përballë një paradoksi. Nga një anë kemi ulje të moshës së fillimit të aktivitetit seksual dhe nga ana tjetër kemi një pafuqi sociale për të ndikuar mbi ta, për ta vlerësuar peshën e seksualitetit duke mos e parë atë thjesht si një element biologjik, apo duke e parë atë thjesht sikurse ka thënë Emmanuel Kanti si një ndërkëmbim të thjeshtë të organeve genitale, por si një lidhje e cila duhet vlerësuar dhe duhet krijuar një koncept i tillë, sepse liberalizimi i seksualitetit nuk është një plagë që duhet të shkarkohet mbi adoleshentët. Përkundrazi, është detyra e jonë, e prindërve, e shkollës të bëjmë gjithçka mundemi
për t'i bërë ata të ndërgjegjshëm, sepse kjo gjë nuk bëhet me të ndaluar, nuk ndalohen, nuk është puna për të marrë masa drastike ndaluese, jo, po është puna për të marrë masa parandaluese edukative, që ata të kuptojnë që seksualiteti i tyre është vërtet është pronë private, vërtet është pjesë e trupit dhe kënaqësive individuale, por sidoqoftë është një element që ka përgjegjësi të caktuara sociale. Sa po ndikon pornografia në mënyrën se si adoleshentët kuptojnë dashurinë dhe seksin? Po, unë besoj që në këtë situatën e sotshme të këtij bombardimi imperialist në thonjza të rinjve, nëpërmjet rrjeteve sociale dhe në filmave pornografik, ka një ndikim jashtëzakonisht negativ. Sikurse e dini tani më në shoqërinë liberale asgjë s'është ndaluar dhe gjithçka është e mundshme. Në këtë pikë pamje edhe shfaqjet e pornografisë bëjnë pjesë të këtij lloji si komponent të themi i shoqërisë transparente që kanë qejf liberalët që ta evidentojnë. Po kjo është transparencë perverse në një farë mënyrë. Unë nuk them se pornografia ka vendin dhe rolin e saj, sepse në fundit është një dukuri e vonë të krijuar. Për herë të parë më duket mos gaboj një festival pornografik është bërë në vitin 1969, o në Hollandë o në Danimark, nuk më kujtohet. Pastaj kanë filluar të bëjnë veprime të tjera që është shtuar dhe kjo është industria e pornografisë është bërë jashtëzakonisht atraktive. E do e mos është natyra kurioztare të rinjve, fakti që ata nuk janë në botën intensive të seksualitetit apo të marrëdhënieve erotike dhe kjo bën që të jenë të hequr. Her pas here, për fat keq ka një konfundim të gabuar ku disa të rinj mendojnë se përmes pornografisë mund të marrin kulturën e edukimit seksual. S'është e vërtetë. Nuk është kultura seksuale që është pjesë e domosdoshme e kulturës së njerëzit, veçanërisht e të rinjve dhe të adoleshentëve, para se të hynë në jetën dhe aktivitetin seksual, është një gjë shumë e rëndësishme. Por kjo kulturë e seksualitetit nuk merret nga pornografia. Përkundrazi, pornografia edukon paradigma të shëmtuara, maskiliste, sadiste, perverse, të cilat jo vetëm s'kan efekt pozitiv mbi të rinj, mbi adoleshentët e të rinj, po përkundrazi, ju mësojnë forma, maniera të interpretimit seksual, të marrëdhënieve seksuale, të cilat janë përtej konceptit human, përtej asaj që është e vlefshme. Pse seksi, ankthi dhe depresioni janë kthyer në normalitet ditët e sotme? Kjo shoqëria e sotshme, shoqëria moderne, bile shoqëria postmoderne, ka disa karakteristika të veçanta. Që nga viti 70 bota ka hyrë në këtë periudhën postmoderne, që është një periudhë ku raportet e njeriut me veten, me shoqërinë kanë ndryshuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Shfaqja e liberalizmit, zgjerimi i individualizmit, shfaqjet e prirjeve egoiste, egocentriste, narcisizmi, janë disa fenomene të cilat janë bashkëshoqëruese të kësaj shoqërie dhe që shfaqen tipikisht tek njeriu postmodern. Dhe në këtë shoqëri që po individualizohet, ku njeriu është i detyruar në një farë mënyrë të përballojë mbi supet e tij të gjitha problemet dhe të gjitha përgjegjësitë, sepse është një shoqëri që gjithmonë më shumë rrudhet, reduktohet, përgjegjësitë sociale dobësohen dhe shtohen në mënyrë të determinuara përgjegjësitë individuale. Pra njeriu në një farë mënyrë është i detyruar të përballojë mbi shpatullat e tij të gjitha sfidat e jetës. Dhe kjo bën që të kemi pastaj shfaqje të ankthit, të depresionit, sepse në kjo shoqëria e shpejtësive të mëdha, që unë shpeshherë them një shoqëri turbokapitaliste, shoqëria e suksesit me çdo kusht, e njeriu që ka frikë nga dështimet, sepse dështimet janë të parikuperueshme. Pra, në kohën e sotshme, lufta për sukses është kthyer në një lloj ideologjie individuale ku secili do të gjejë rrugët e tij, natyrisht po flas për rrugë normale, humane, që të arrijë suksesin dhe të përballojë sfidat e jetës. Ndryshe, nëse nuk është në gjendje që të përballojë atë, do të shoqërohet pastaj me ankth, me depresion, me izolim dhe siç e keni parë, këto fenomenet e sotshme të vetmisë,
fenomenet e sotshme të bullizmit, të ngacmimit, të dëshpërimit, të ankthit, janë zgjerim dhe shumë ka një rritje të sëmundjeve mendore, të njerëzve që janë në gjendje transi, që nuk janë në gjendje të administrojnë veten. Dhe kjo sjell pastaj sidomos tek të rinjtë, po të vini re tek shumë të rinj, për fat keq duke mos qenë në gjendje që të administrojnë veten dhe për ta futur atë në rrugën e suksesit, marrin pastaj kthehen në njerëz vanitoz, dembel, parazit, jepen pas lëndëve psikotrope, jepen pas seksualitetit me që thatë ju duke menduar se në këtë rrugë mund të gjejnë mjetin për të dalë nga gjendja e tyre e ankthit, e dëshpërimit dhe pasigurisë. Në të vërtetë, kjo rrugë është rruga që në vend të të çojë drejt suksesit, të çon drejt greminës. Prandaj është e domosdoshme që ne të mësojmë të rinjtë e sotshëm, që të mësojnë ta kërcejnë vallen e jetës këtu, të dinë ta gatuajnë supën e jetës këtu me forcat e tyre, duke ju shmangur grackave të këtyre pritjeve toksike të modernitetit, sikur të janë përdorimi pa kriteri seksualitetit, apo i lëndëve psikotrope, apo i gjërave të tjera që çojnë në sëmundje të karakterit mendor, të cilat sjellin pasoja jashtëzakonisht të mëdha. Çfarë bën sot një shoqëri vërtet të lumtur? Ky debati për lumturinë, unë jam marrë shumë herë me këtë temë, vile edhe këto ditë që edhe tani që po flisim bashkë jam duke lexuar një libër të një autori japonez shumë interesant, lidhur me perceptimin se çfarë është lumturia. Japonezët të çudi kanë një term specifik, ikigai thonë ata, që do të thotë çfarë mund të bësh që ta ndjesh veten të lumtur. Shikoni, nuk ka një përkufizim, të gjithë sociologët deri sot thonë që nuk ka një përkufizim adekuat, preciz për lumturinë, se çfarë është ajo. Ka përkufizime të paraafërta, dy janë, koncepti i parë është koncepti individual, sipas i cilit lumturia ka të bëjë me mirëqenien individuale, me rehatin personale, me kënaqësitë nga jeta, dhe kjo ka një pjesë të madhe të së vërtetës. Ka të tjerë që thonë që lumturia është sociale, domethënë ka të bëjë me një shoqëri të shëndetshme, me një shoqëri ku marrëdhëniet midis individëve janë marrëdhënie sociale, kamarateske, shoqërore dhe që ndikojnë në këtë situatë. Sidoqoftë, sipas gjykimit tim, lumturia është një perceptim subjektiv, është një situatë subjektive. Pra, nëse do të jesh i lumtur, ose nëse do të bëhesh i lumtur, do të thotë duhet luftosh me forcat e tua këtu dhe tani, të sigurosh të gjitha ato kushte, të brendshme dhe të jashtme, që të sigurojnë ty një lumturi. Her pas here, ne kemi një kuptim merkantilist dhe konsumist në shoqërinë shqiptare, sipas së cilës i lumtur je kur ke para dhe kur konsumon sa më shumë sende materiale. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Sigurisht, unë nuk them që varfëria të bën të lumtur. Domethënë e kundërta e kësaj, nuk është e vërtetë. Por ama, ideja se duhet të jesh vetëm i pasur dhe duhet të kesh para për të qenë i lumtur, apo benefitet të tjera për të bërë kashillëk social, për të dukur, për të krijuar status social, sepse mos harroni një gjë, është një iluzion i gabuar fakti që ne në shoqërinë shqiptare mendojmë që këta që janë politikan ose që janë të pasur janë rrjedhimisht edhe të lumtur. Nuk është e vërtetë gjithmonë kështu. Pra, nuk është statusi financiar apo statusi publik që ke në jetë që të bën të lumtur. Jo, është gjendja subjektive e njeriu, mënyra se si ti e ndërton, dhe lumturia ndërtohet me mjetet që ti disponon. Lumturia, thonë filozofët, duhet ta gjesh këtu dhe tani, pikërisht atje ku je, atje ku jeton, me ato mjete dhe me ato mundësi që ke, të mund ta bësh jetën të lumtur. Nëse do rish në pritje të godos, për të bërë i pasur që të bëhesh i lumtur, që të konsumosh sa më shumë që të bëhesh i lumtur, kjo është një pritje e kot që s'ka për të ardhur kurrë dhe godoja e lumturisë nuk ka për të trofitur kurrë në derën e atyre që janë përtac, dembel, vanitoz apo që janë indiferent ndaj kërkesave tjera.